Jam kurios shumë, Aren, të di çfarë të ka surprizuar më së tepërmi nga gjithë pamjet që ke arritur të sigurosh në duart tua dhe në arkiven tënde. Çfarë na ke surprizuar, them, fal? Po, çfarë të ka surprizuar më së tepërmi nga bota e egër, nga gjithë ato që ke mbledhur në arkiv? Por zotin vllai më shumë problem të ndaj ndonjë që ka shumë surpriza. Çdo ditë është, le të themi, fotografitë e fundit të një lloji të çukapikut tregishtor që fotografuam, arritëm ta dokumentojmë në malet e Rrogovës bashkë me shumë miq të mi fotografë të jetës egër. Ishte, le të themi, informacioni më ekskluziv i mundshëm, po ashtu dhe zvarrit si krah kuq që keni aty, një lloj zogu që është tepër i bukur me krah të kuq që lere më që e gjetëm si specie për ta dokumentuar, po ne i gjetëm edhe folen dhe fotografuam duke u shyrë bashkë me të veçet. Pra, këto janë surprizat e këtij viti që nuk e di, ishim tepër të lumtur dhe mezi prisja poshtu këto fotografitë ishin edhe ju. Unë do ta shfrytëzoj kohën në dispozicion maksimalisht për të mësuar detaje, kështu që gjitha fotot që më ke nisur do të pyes patjetër për secilën prej tyre, se kështu arrit të mësoj vetë, po pse jo përcjell në info për publikun në këtë çast, se regjia me siguri ka bërë gati një tjetër foto, një tjetër shkrepje. Kjo është Pupuza, Upupa Epops, një shpend nacional i Izraelit që nga viti 2008 e kanë shpallur si shpend nacional dhe nuk lejohet asesi vrasja këtij shpendi në Izrael, por po ashtu si shpend nacional e quajnë dhe Egjipti. Ku e ke fotografuar këtë? Është edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, është gjithandej, po që nuk e kemi pasur ndoshta të servuar, le të themi, në fole. Unë i kam xhiruar dhe në fole duke ju shyrë të veçlit. Pra, për jetë pare kemi identifikuar këtë lloj specie në fole, sepse është shumë e vështirë të gjenë foleja. Përndryshe, veçanta e tij është që ky lloj zogu përmendet në librin e shenjtë në Kuranin familjar, apo ka qenë informatori kryesor i profetit Sulejman. Prandaj dhe jo rastësisht edhe quhet zogu i profetit. Edhe më kuriozon të di sa pranë ose larg ke qenë kur e ke shkrep këtë foto? Ndoshta 15 metra, them drejtën, sepse këta fillojnë dhe mësojnë me neve, me pranin tonë, për shkak se kuptojnë që ne nuk jemi aty për t'i vrarë, për t'i dëmtuar, për t'i masakruar, le të themi, po që jemi thjesht vetëm se për t'i fotografuar, mandej